Sigurisht Marsit Gupi, për të bërë omletën, thonë francesët, për të bërë një omlet, duhen patjetër vezë. Nuk bëhet pa vezë. Për t'i hapur çështje penale kryeministit të Shqipërisë, apo çdo kryeministi në botë, duhet patjetër që kjo të legjitimohet përpara, pra të bëhet një warm-up, siç bëjmë ne warm-up këtu në nxemje, duhet një nxemje. Dhe cila do ishte nxemja më e mirë, përgatitja më e mirë, paralajmërimi më i mirë për Spakun, dakord? Se sa një protestë e tillë që vetëm shtohet në numra. Pyetja ime është e thjeshtë, ti je jurist? Po. A është ky momenti, ose tani, ose pas 10 ditësh, ose ku nuk varet se vazhdo protesta, që Spaku të hapi çështje penale, që po të doj ka pafund, mund ta kapësh nga inshiratorët, te këto që thot Doriana, te Prisha e Ambenit atje të gjitha këto, a investimet strategjike kjo kësaj? A do jetë Spaku me popullin e protestës, apo jo? Kjo është pyetja ime. Pyetje shumë e bukur, edhe mendoj që është realisht thembra e akilit. Nëse kjo protestë do legjitimohej dhe të arrinte në atë që kërkon, pra shpreha e famshme Ramanburg Berisha Hamburg, është pikërisht që tynte Spakun lojë. Konditat dhe kushtet ekzistojnë dhe gjithmonë drejtësia ka nevojë dhe për perceptimin publik dhe për mbështetjen e popullit. Sidomos drejtësia speciale e cila është vetëm politike. Speciale e cila është vetëm politike dhe për mendimin tim, unë kam tezën çani dhe më radikale, unë mendoj që drejtësia është totalisht politike. Totalisht. Është brenda një sistemi politik. Sidomos kjo. Po sidomos sot që flas. Dhe unë mendoj që nëse do kishte një moment më të mirë për Spakun, që realisht ke një mendje Doriana se po nuk dëgjova atë, nuk do kuptoni dot bisedën. Po, janë të pozituar nga lajmi Reuters. Pas sepit një gjë interesante. Dhe mendoj që realisht nëse Spaku do kërkonte edhe mbështetjen popullore dhe perceptimin publik dhe të dilet tamam si poli i tretë, që është përballë edhe pushteti legjislativ dhe ekzekutiv, dhe sidomos përballë establishmentit vjetër, tashmë është momenti i duhur. Shiko, drejtësia ka shumë nevojshme çani të ketë me vete perceptimin publik. Pasi nëse sado edhe sikur ti të akuzaj drejt, në momentin që populli nuk është me ty, bie dhe akuza, pra nuk është thjesht çështje materiale ligjore. Pra duhet legjitimuar. Di pse, sepse mentaliteti komunist për 45 vite krijoi idenë që ty gjyqi të bëhet më përpara se në sallën e gjyqit. Po ta vesh edhe ligjërimi i Berishës, edhe i Ramës, është që e trajtojnë e bëjnë gjyqin sepse janë mësuar me idenë e organizatave, siç ishin dikur shoqëria, autokritika, që bëj këshilli i lagjes, pastaj bëj ajo mbledhja e partisë, dhe këta mësuar me idenë që domethënë ideja e njëri duhet fillojë të perceptohet, krijohet ideja në popull që ti je i fajshëm, pastaj vinte momenti i procesit. Ose edhe me presidiumin ose me ish. Shumë ndodhet tani apo jo? Dhe tani është fiks momenti i duhur dhe realisht në filozofi ka një shprehje, kush jeton prej shpatës, vdes prej shpatës. Në të njëjtën formë që këta kanë kush jeton prej shpatës, vdes prej shpatës. Pra këta me të njëjtën mënyrë kanë poshtur kundërshtarit e tyre. Jo, s'kam gjë. Pengon komisioneri? Jo, ashtu. Këta këtë metodë kanë përdorur për të dëmtuar kundërshtarët e tyre. Kanë pritur pikërisht këto momente, po të kujtohet Rama i dikushëm, Berisha i dikushëm me lëvizjet. Krijon një perceptim dhe e alinin topin drejtësisë. Sot është momenti që drejtësia është subjekt në vetën, kuptimin që është e pavarur. Është pol interesi, pol pushteti. Është gjë tjetër, ka të drejtat, pa drejta, kjo është debat tjetër për mos u futur në debat. Unë mendoj që sot është pikërisht momenti që nëse Spaku ka ndërmend që të ketë edhe perceptimin dhe popullin, dhe nëse ka të situash frikën e idesë pushtetit, sot është totalisht i papushtetë përballë. Unë sot për herë të parë dëgjova, ose pastaj më ka shpëtuar, më ka ndodhur sepse është shumë e gjatë protesta, fillon në 6 dhe mbaron në 1 të natës. Dëgjova nga një folës atje që tha, ne po presim drejtësinë. Drejtësia duhet të jetë me ne, që ne të jemi me të. Na mbështes, ta mbështesim. Ishte hapur fare thirrja. Tani, unë dhe zakonisht njerëzit merren me media, gjithmonë për të kuptuar se ç'ndodh këtu, duhet të kemi një pamje më të gjera. Normal, ta shikosh hartën nga lart. Shikosh nga lart, se ndyshe nuk kupton dot ato cicmisë e vogla. Atëherë, është ky projekti? Ky është projekti. Është ky projekti pa thënë. Ky është projekti. Duhet bërë një protestë madhështore, të shtohet gjithmonë më shumë, që Spaku të legjitimojë të japi çështje penale kryeministit. Po, dhe kjo krijon edhe vërtetimin e fakteve të drejtive, që po bënte pak më përpara debat Thogerti. Po, më ka grupe të interesuar që e dinë si funksionon kjo skemë. Jo, po kjo edhe sikur mos jenë, duhet ta shpikim. Patjetër. Po mendoj që janë. Dhe që e kanë të edhe sikur mos jenë. Sikur mos jenë do bënin mirë. Edhe sikur mos jenë, sepse patjetër, po patjetër. Tani kam një pyetje për Marsitin, mund? Po, ka bërë reformën drejtësi? Soros. Po. Kaq. Nuk u dëgjua se kur tha Marsiti, le të ishte te ty. Kush e ka bërë reformën në drejtësi? Fondacioni Shoqëria e Hapur. Natën e mirë unë nuk flas më për këtë temë.
Po pritani se ti e bëre fat të kryer Sigur Rama të vjen në burg. Jo, sigur Spaku e ka Sepse hapur. Spaku tani nuk ka nevojë fare se Rama nuk është drejtor kadastre për projektin. Po? Nuk ka dhënë tokat Rama, i ka dhënë drejtor kadastre. Po? Po ta marrësh nga lart poshtë vertikale me kap ligji apo jo Ramën për ç'është bërë deri më sot, nuk besoj se ka një vertikale që e kap për Zvërneci. Pra ti thua Ta kapi për një milion gjëra. Spaku nuk do hyjë në lojë. Teza e unë them Falgeri do ishte ja bën Sorosi. Unë them që Spaku do jetë me popullin, siç ka qenë për herë. Thë drejt për drejt, ti mend. Pra që mund t'ja hapi. Sepse lufta sipas meje, dhe kjo do vonoj, por do dalë, do vonoj pak, ne do jemi këtu, e kupto? Dhe unë nuk dua të shoh asnjë fytyrë të mërzitur, lufta nuk është me ata që janë në shesh. Ata që janë në shesh para vit ishin të kutije votimit. Edhe unë mendoj që shumica e atyre ka votuar Rama. Lufta është tjetër dhe këtë që po them unë, që unë po e them me zë dhe me figurë, duke mos u tutur nga komentet e rrjetit dhe nga asgjë, e mendojmë se cili prej nesh. Edhe ai shoku që kemi mbrapa që qesh. Cila është? Këtë pra që ka dirigent, kjo ka dirigent. Që ka Mastrov Papec dhe nuk janë Sebastiani me Dorinë, kjo nuk diskutohet. Një sekond. Ore dhe një. Që këtu ka vekla qore. Ma është ujkun shesh më dhash, dhe ka që i mafë. Tani, pse mos vla, më falë, i thamë të gjitha këto mo. është mendimi pa vlerë. Ore, një sekond. Jo, i Mendim pa sekond. vlerë. Në fakt, në studion e, po të them vetëm ato. mos të që nga mendim. Një sekond, o Flogert. O Flogert. Në studion e. Si vem vlerën mendimi njëri tjetër. Ore, Flogert. O Flogert. O Sebastian, o Flogert, o Sebastian. Se i kushtuan 5 minuta dhe kësaj nuk bëqa meti më burë. Pra, ta them edhe unë timen tani. Më të tirata, pro të da japë unë. Ky po Kuptojmë se do komplektohet. Ore, ka emra që janë protest organizatorë që kanë qenë televizia mjaftë, Fondacioni Soros. Ose se janë ata që i nxjerrin njerëzit në shesh. Ata mundohen që të çojnë edhe ata ujin e tyre përpara. Ja, u fillua prapë një kohë. Fillua pisin një kohë. Ore, zoti. A do vinë pikat mbi vlla? Po mor vlla, po unë kur them diçka më thon ke mendim kot. Tani Flogert do të japë. Nëse do të qenë seks sot, është mos thuash të them unë, thuash të gjithë thua ti. O Sebi. Flogert. Por një gjithë bjem dakord gjithë vlla. Në atë shesh ka minimumi 5 ose 6 rryma të ndryshme. Pra janë nga të djathtët, por them të djathtët. Edo nacionalistë. Kanë fjalën për këta, për shembull neo-otomanët. Këta që janë pjesa e Islamit që është kundër Izraelit. E ke parasysh? Islami politik më thënë. Ashtu. Ke anti-serb, anti-grek. Një sekundë, nacionalistët, anti-grek dhe anti-serb që dalën atje. Liberal dhe marxist. Shqipëri e madhe, dakord, Shqipëri etnike. Ke pasaj të majtë të vërtet. Marxist, mëre? Po ti quan marxist, shënë si ka, po të më thonë janë të majtë. Le të themi ekstremi majtë në thonjza, se nuk janë ekstremi majtë. Ke dhe liberal, ti më të. Ka dhe liberal, më që janë pro projektit atje, nuk kanë kundër. Thjesht thonë, ju lutem mos e bëni dhe flamingot. Iku, pra atje vlla. Gjithë kjo amalgame madhe njerëzish, marxistë shumë interesante. Në fakt, që kërkojnë këta? Dhe qa presin nga? Këta kërkojnë dorëheqjen e Ramës, se Berisha i dorëhequr është, nuk kanë si është apo s'është atje, fatikisht. Po e bën burgun Berisha, është në burg akoma. Derisa të paktën si ka i non grata, se po fritet që ja kanë hequr dhe pritet shpallet. Nuk e dim se e vërtet është dhe këto llafe janë. Ai që dua të them është kjo vlla. Që në këtë kontekst gjithë këta njerëz, mira njerëz janë atje. Të lezetshëm shumë, interesant. Nga gjitha këta në fakt, për dy gjëra janë atje. Një të heqin Ramën, se ky është plani, dhe e dyta, duan një sistem zgjedhor proporcional me prag. Duan të ndryshojnë sistemin politik, edhe klasën politike. Ta janë njerëz të cilët kanë mbetur jetim. Dy partitë mëdha i kanë lënë jetim vlla. Dhe këta nuk janë as të varfër. Po, dhe unë po them. Këta nuk kanë dalë atje se s'kan bukë të anë, prit kujdes. Prandaj unë jam dakord me Doriana, revolucion kulturor. Prit një sekond. Po ta mbaroj jo. 10 sekonda se ta mbaroj më do të jap më shumë. Shpjegova dot kur. Ore, ta mbaroj më do të jap më shumë, dhe të ta nxjerrun aty do thuash. E di unë shumë çfarë do thuash. Se unë nuk e kam me këta. Po e di më as, patjetër. Ai do të them është kjo. Në momentin që këta do rrokojnë gjën e tretë, atje do ndahen. Pse? Se nuk i lidh asgjë me njëri tjetrin. Eksakt. Pra, atje vlla këta nuk i lidh asgjë me njëri tjetrin. Këta dy gjëra duan vetëm. Eksakt. Një, kokën e Ramës, dy, të marrin pjesë zgjedhje. Prit, flamingot janë brenda. Prit, një sekond. Momenti që kërkojnë që të tretë, ata s'janë më bashkë, se nuk i lidh me asgjë. Fare. Jemi dakord? Po, dhe unë them. Për ta plotësuar, për ta vazhduar. Tani, në këtë kontekst, ti po thua, ti po merresh me pjesën e
kokës trurit. Unë po them... Ne po pranojmë ata a priori të gjithë. Më falë, unë po them... Ti thua Sorosi, Doriana, Sebi, të të përmend dhe 50 veta që flasë unë në protest me ta. Madje, unë atyre në protest, dhe do t'ju ja tregoj bisedën, ju thash, njerëz, kur bëni protesta jashtë, vendos një sloganin Visit Albania. Sepse do dali Rama dhe do ju thot që po prishni turizmi. E tha. Dhe më thanë, po pra, dhe më thanë pastaj pas ke patur drejt. Unë dhe po i ndihmoj ata, po nuk e kam me ata. Po kujti i plas atyre që se për çfarë. Jo, Selbi është tu. Si që ndodh? Rama shlagurisht Selbi është tu. Dhe të paktën Sebastiani, se Zysha nuk Doriana, pedagogja nuk është e fushës, e di që tu bëhet luft për agenda publike, për ndërtim agendash. Dhe për të ndërtuar agendën, si shpo thonim që parë për Ramën që bën nga ato sjelljet ekstravagante, ka 1.000.001 mënyra që nuk është vendi për t'i treguar. Dhe unë mendoj se ata që janë të interesuar të mbajnë vetëm 2 kërkesa, se nuk bëhen 3. Se ke shuar në herë në përmendje. Se nuk bëhen 3. Se po ta thash. Sepse do përçashin. Pra, është dikush, mos bëmi naiv, është dikush, dhe ky dikushi nuk kap se tjetë individ, nuk kap se tjetë Doriana apo Sebastian. Është një strukturë mediatike, politike dhe financiare, e cila instrumentat saktuar aty brenda protestës dhe mediatizimin nga lart poshtë po e bën në mënyrë brillante, siç bëhet duke patur nuk kanë merit fare ato njerëzit aty, vetëm kjo mega struktura e padukshme, e pas ka bërë dhe revolucion, por e bëjnë njerëzit aty gjë, ç'po thoni? O Doriana, fal. Tani unë apo them që nuk po e bëjnë njerëzit do struktura. Ka gjithmonë një regjizor ndërkohë. Po jo pra jo. Po, është si jo, më fal, se duhet përmend emra tani prap. Tani ka infrastrukturë mediatike aty në dispozicion. Se mos humni kohën me këto, po dakord. Në fakt, nuk kundërshtoj se nuk është fakt. Asa më dorë. Nuk është fakt. Vonin ta kornizoni që është armiku jashtë që po na sulmon. Nuk vjen vazhdoni. Arrim 2 orë gjithë temi që janë tjerë sa punë njeriu që po i bën vendit me çfarë sulmon. Është mbrojtja më e mirë. Ka nga ky revolucion ato njerëzve ju ka ardhur më të hundës nga Rama dhe po dakord, po çfarë kërkojnë unë të studio kam bërë debat dhe me Sebastianin dhe me Marsitin, duke thënë Rama ka mbyll kapitullin e protestë që Saliu dhe Rama janë bashkë në këtë sistem. Tani unë ka 2 vjet që e them këtë gjë. E ardhë Flamingon dhe thua po e them dhe unë sot. Edhe ma flamurin dorë. O Floger, kjo është patriotizëm. Doriana, do vish prapë zemra, nuk është në fundi kjo shqyqy gjithë njofa. Logjika... Shqyqy gjithë kam se je që nga teatrin, unë jam me ty koke këm, kur prishin teatrin, për mua atje mori funda je, kur prish teatrin. Logjika konspirative... Dhe pasaj me një atë tjetër. Logjika konspirative sa do të vitet... Po s'ka mbaruar Flogerdi? Lutem. Roger, mund t'i vësh pikat mbi? Pika mbi, kolektivisht mos nisë nuk dëgjohet asgjë. Njerëzit atje janë të mlefosur nga kjo klasë politike dhe gjithë këtë mlefin e tyre ka arritur dikush ta përkthej një makrostrategji ta kanalizoj që do të dërmoj, ka qëllim të dërmoj Edi Ramën dhe kapitalizmin në Shqipëri. Është pajtiste nga fillimi në fund, antikapitalizm. Pse ne kemi kapitalizëm? Ky treg monopolist, oligarkik, bllokuar i... Sepse ky televizion është privat. Kjo nuk e bën kapitalizm. Vetëm rëtëshën nesër me ty dhe me... Fakti që ke biznes privat... është kapitalizm deformuar. Është tregi deformuar. Jemi dakord. Deformuar për kapitalizm. Tani duhet të them që ky quhet mendimi dobët e para. E dyta do të zgjerohet dhe më tej çështja e konspiracionit. Sa më shumë të jetosh nën tutelën e autoritetit dhe nën frikën e diktaturës, aq më shumë mendon se ka një regji përsipër. Që do të thotë tendencat autoritare në mendje gjithmonë të bëjnë që ti të besosh se dikush po kontrollon fijet për diçka. Ajo çka e bën të bukur një person është autonomia, lëvizja, gjerësia, bukuria dhe imagjinata. Në qoftë se ne themi që protestën organizon piceria që është e kryqëzimi për arsye se shtohet numri i picave që shitet i pronarit, nuk ka asnjë kundërshtim logjike që protestën ta organizoj Sorosi. Nuk ka asnjë kundërshtim logjike që protestën ta organizoj e majta ndërkombëtare dhe nuk ka asnjë kundërshtim logjike që ta lexoj ta ndërtojnë antiglobalist.
Kështu që në këtë lloj kuptimi me imagjinat mund të shkojmë ku të duam. Kjo është e Po parë. Bernie pse ndryhyn nga Amerika? E dyta që është shumë e rëndësishme se po unë kur më flisi çfarë të kthesha. Po më lër ta përfundoj se ke marrë fjalën 32 herë ta Dhe kam nuk e numëruar. ndërhyrë 34 herë. Jo, asnjëherë. Më 34 herë. I vetmi që nuk më ka ndërhyrë dhe nuk i ka ndërhyrë është Marsiti. Asnjëherë s'ka ndërhyrë. Po tani Si asnjëherë ndërhyn te imja. Ka thënë çani 10 Se herë. ndërhyn te imja. Sepse ta përfundoj. Ta përfundoj. Je i pandershëm. Ta përfundoj fol. Me faktet nuk Ata përfundoj. Me faktet. Ata përfundoj më zotri. Unë do ta përfundoj. Ti fol, po lënë më se e di unë se si jam. Unë do ta përfundoj. Tani, po lënë më. Unë pranoj të sakrifikohen dhe dal legendë para protestuar që ti je heroi protestës. Si do e kundërshtosh? Si do e kundërshtosh? Si do e kundërshtosh ti? Bull Star mbi si do e kundërshtosh? Si do e kundërshtosh faktin që protestën e organizojnë pizzerët e Tiranës për shitur më shumë pizza? Ata e organizojnë vetë. Shfrytëzimi dhe amplifikimi është tjetër gjë që ti e kupton dhe i pandershëm për ta. Pizzerët e Tiranës organizojnë protestën. Nuk e organizojnë Sorosi, organizojnë pizzerët që cesin më shumë pizza. Po kundërshtoje. Nuk e kundërshtojnë. Ata e amplifikojnë dhe bëjnë atë që dalin edhe dyqanet që shesin flamuj në Tiranë organizojnë protestën. Kundërshtoje. Dyqanet që shesin flamuj në Tiranë organizojnë protestën. Biznesi flamujve. Ore, më fal. Ata dyqanet që shesin flamingo organizojnë protestë. Kundërshtoje. Më fal, ti bëj vetëm i kundërpyetje. Tani se kjo është imagjinat. E organizon ky kundër atij me digresion. Kjo është imagjinat. Ti bëj një kundërpyetje. Po pse më kur ka të mund spitale themi që i shkur vetë spitali që decentralizimi i media. Fakti që nuk shikoni hidrocentralin nuk do të thotë që energjia elektrike të vjen vetë. Për të çuar një mesazh. E di nga Goffmani, nga Metluani, nga gjithë. A e di këtë? Po deshet plasë raka. Sebi, po të thotë Marsiti diçka. Nuk vërtetoje që pizzeritë e Tiranës nuk organizojnë protestën për të më shumë pizza. Fakti që nuk shikoni. Sebi, e thonë qytetar, dëgjos më për një pyetje tjetër. Fakti që nuk shikoni hidrocentralin, s'do thotë që rryma elektrike vjen vetë ti. Kjo është kundër pyetje kot tani. Pse unë do bëj pyetje që do ti? Po pra, përgjigju. Pa desha, përgjigju dhe ti pra. Se nuk po e bëjnë mendimi se nuk po e bëjnë pizzerët. Se nuk po e bëjnë pizzerët. Ore, kush është për shembull Antitepelina që përcakton? Ore, fal. Kush është Antitepelina që përcakton ku jepet mikrofoni? Kush është? E kam parë unë, nuk e japin më. Se si japin mikrofoni? Se japin mikrofoni. Përgjigjen. Unë jam me protestën e di. Unë kam parë mbi 20 që s'do të flasin. Ore, ke qenë një Ka 30 megafona kudo më. Po jo ma aty ku stage, që janë gjithë televizion. Tani që t'ja përgjigje. Çfarë ajo më ai është i vend aty. Unë jam ide që të flasin Çdo gjithë. media o Doriana. Ke organizuar një protestë? O Doriana është një vend. Organizuar se keni iden fare çfarë po flisni. Kërkimi Nëse është një vend aty. E di. Më ka ftuar dhe mua. Po që aty është çdo media me kamerë. Gabim është media, nuk është podi. Media s'ka kërkimi. Fjala është me se është fjala me Se rri media aty. Media duhet lëvizja aty Po pra, bulevard. media është e dirigjuar, këtë po them. Këtë po them. Kush e dirigjon? Ma vin mesazhe. Ja jon këtu. Euronews-i më thënë Ma vin mesazhe nuk dëgjohet asgjë. Good luck. Doriana, ma vin mesazhe nuk dëgjohet asgjë. Jeni shumë lezetshëm të gjithë. Vin mesazhe që thonë nuk dëgjohet asgjë, po jeni ta mbyll me këtë. Pra, ve ke vetëm 60 sekonda kohë. Pra, ai që Mbaroj debatin. thotë që organizon XYZ sovranistët dhe antisovranistët, duhet na vërtetoj që shitësit e tregtar... Po pra, unë këtë du të them tani. S'mund ta pësirish. Duhet na vërtetoj që tregtarët e flamujve dhe pizzerët... Ke disa herë ke thënë? Sepse ky e thotë Tregon varfëri. E ta thot. Unë do them timen. Po jo që Mendimi, koncept politik ke. Ke koncept politik. Që janë dhe ato pjesë organizimi. Mendimi, je përgjigjur akoma si gjithmonë pyetje si kam unë në ekran. Unë se di, nuk je përgjigjur akoma pyetje si kam unë në ekran. Kur do hy spaku loj, po apo jo? Do hy apo jo dhe kur? Në qoftë se ti i thua spakut. Kur biden pizzerët. Në qoftë se ti i thua spakut. Që ti u lutem se jemi në fund. Po pra, në qoftë se ti i thua spakut, që këtë e bën dikush që është lart dhe ti nuk ke lidhje me këtë. Parësia e si. Dhe spaku është kaq naiv se na dëgjon emisionin këtu e thotë, jo, ka lart dikush, amano morosebi. Sepse kjo narrativ shkon gjithandej. Ore, ato prokurorë gjykatës televizor shohin, ore, se ata mbi këtë perceptimin. Si i thua gjithkohës, Rama takon Trumpin. Rama e ka mirë me Trumpin.
Digjo, se ky po e takoj Trumpi, nuk e prek do të spaku. Ti thua këta janë... Rama e ka mirë me Biden. Sa që po të gjëna këto gjëra nuk e pojnë, nuk bëjnë punën. Jo, se këshu i trëmë pushteti gjithkohës të narrativ ndërton. Ka trëmbur fort. E kemi mirë me Amerikanët. E kemi prishur pak me Amerikanët. Kur të hyj spaku në loja, të hyj apo jo? Spaku në qofë se hap fashikullin e 2 të inceneratorit. Ku Rama thot, unë fap, kam vetëm të inceneratori mund ta kapi. Kam 17 vendime, kur ta hapi atë ditë që do e hapi, atë ditë Rama... Po pra këtë po të them pra, Rama vetë kryeministri ka thënë, fap, 17 vendime kanë firmuar është vepër penale kjo? Atë le ta gjykoj Spaku. Spaku mund ta gjykoj. Personi i ka quar 17 letra, shkojnë $500 milion, nuk ka incenerator, dhe ka një fashikull të dytë, me ajsa unë di, ku kur ta hapi Spaku, thot ku janë lekët, dhe pse ti i ke firmos. Pra ti thua, teorikisht dhe praktikisht Spaku ka mundësi të hapi shkëpenale. A e qumë Berishën në akuzë për këtë? Se për këtë e qumë ne, për këtë lloj gjëje. Tani Spaku ti thot, ky zotëria është ish kryeministër, vajti në akuzë. Ky bëri një ligj, një VKM, që përfituan mira veta. Tani është shumë e thjeshtë. Ti zotëri ke 17 letra, ku firmos dhe thua, do i kolegët. Ka që thjesht falenderoj. Por ta mbyll Doriana se është vetëm një gocë në studio 1 dhe e dyta me që nuk na vjen shumë shpesh dhe ka ardhur tani. Që nga individualistë i mori gjithë flamingot atje. Edhe mirë Andrezeshme, po bashkojnë të gjithë ai. Se janë ashtu i mor flang mo. Kështu që ngadoj që të duken kështu atë. Qira fjala Sebi, do bësh edhe këto pizzeritë, edhe këto që do printojnë bluzë tani do shpërthejnë aty janë mbi 40 variante bluzesh. Çka ka për të bërë. Po nuk e tregoj kush ma ka thënë se është agjenturë. Sebi me gjëra fjera, do ham do gjendë, bësh një porosin dhe i kohë. Sot e duhet. Ajo që mua, unë shkoja... A në flamingo sot? Ajo që pëndodhe aty, në fakt, dhe prandaj, dhe për unë, jam nga to që e kam, kur rri mikrofoni një pikë, në fakt aty nuk dëgjohet. Aty dëgjojnë 50 veta rreth për qark, se aty ka i shumë ovacione, shumë... Si shpërgohet që kjo regjia këtyre... Por ne, mikrofoni si jepet kujdoson, kanë qenë veta ty. A mund ta mbaroj, ta them... Dëgjoj, vetëm i fjalë, të lutem. Kam qenë dhe unë aty, zunë me njëri tjetër, unë jam me idenë se negë se do ta themi të vërtetën, po digjet gjithë Roma. Mikrofoni nuk jepet kujdo. Dhe kjo është e vetëm kujdo. Dhe kamera është vetëm diku. Pse ka regji qendrore ajo protestë? Unë personalisht kam prit fjalë se Sebastian. Unë s'jam fara për fjalime, por kjo është histori tjetër. Unë jam për heshtë. Faleminderit. Unë nuk jam, kjo nuk është protestë fjalime. Po se kuptoj fare. Ne kemi protesta për të ardhmen 27 muaj mbajti mikrofon. Dhe gjitha konfliktet e mikrofonit, se mikrofoni të jep, sidomos kur është mbi pod, të jep një lloj pushteti dhe njerëzit nga natyra kalon në delirë. Dhe kamerat aty përballë, edhe krijon një lloj presioni ke gjithë palët dhe gjithë konkurrojnë, ju po dal unë, ju po dal është se del ky i këtij dhe fillojnë këto konspiracione. Dorina, kalojmë këto, duhet ta mbyllim 2 minutë edhe. Ajo protestë ka të kaluar për masën atë mikrofonit vogël. Gazetarët unë i kanë ftuar dhe sot publikisht të shpërndahen në turp, mu shoh për... Nuk e bëjnë pra. Po mirë pra, do ta bëjnë. Janë kamerat atje pra. Kamera mund të lëvizë, si lëviz gazetari. Unë nuk e di, duhet ndryshuar modeli, këto të rinj. Po jo pra modeli është regjia qendrore. Jo 2 fjali ti mbaroj. Do ta gjejmë pastaj agjentin media në këtë rast. Do ta gjejmë. Do ta gjejmë. Si do ta gjejmë? Zgjidhim atë problem, po është më i madh se sa fjalia ime. Pikërisht pra, faleminderit. Ajo që po ndodh aty është më e madhe sa një debat kush e mori mikrofonin, kush e tha çfarë, se aty po prodhohen shumë mendime dhe ka shumë ide. Jo, se do të prodhojnë leadershipin që duan vetë. Format për shfaqet, po prodhohet mendimi, duan prodhojnë leadershipin që duan vetë. Është edhe kjo. Është një gjë e panjohur. Neve normalisht të gjithë presin kush do e kapi protestën, kush do e drejtoj protestën. Për mua kjo nuk ka për të ndodhur. Ajo është një protestë nuk ka ndodhur ndonjëherë kështu. Rezultati pritet i ndryshëm nga ai që presim ne. Pra do shuhet. Jo. Nuk mendoj që ajo do shuhet. Ajo nuk lëviz që aty pa e kry qëllimin e vet. Cili qëllimi? Ajo e gjithë turma që bie gjitha në një orkestër aty është Rama dorhiqu. Pra kërkohet dorhiqja e kryeministrit. Ai se je po. Po pra, dhe sa më shumë ai insiston, aq më shumë njerëz do ketë në bulevard. Do ketë. Por shiko, vetëm diçka. Ajo ka ardhur në rritje. Në Beograd u mblodhën 1 milion veta dhe tani vetëm diçka dua të shtoj. Dakor. Se kjo realisht protestës protesta në Beograd. Dakor. Në Shqipëri kjo s'ka ndodhur ndonjëherë çani. Dakor, është edhe parë. Është brillante. Po më fal. Kjo protestë është realisht protesta më e bukur. Vetëm një gjë kam unë kundërshtim që shoh. Që ka njerëz që dalin aty dhe kanë marrë përsipër sikur kanë nxjerrë këta njerëzit në shesh. Po jo, ka njëri jo parësi tash. Unë kam bërë oponent këtu, unë kam bërë po jo, po se si flet më një vet tani mos i vizh. Njerëzit kanë dalë aty sepse është momenti që nuk ban më ujë, pilafi kur thaj. Ose kanë një aty që merr pretendimin i nxora unë, i bëra unë, i bëra këtu.
Kjo është kot, hajtë se po daj me ne me Ore, po aty, se cili mund të thotë edhe çudira, mos i merr për bazë çdo gjë që thotë se Kjo është vetëm problem. Janë shumë jena sa që këto egot personale nuk Po, e ka shtuar për prandaj duhet të iki, prandaj duhet të zhduket mikrofonin. Po. Dhe prandaj unë propozoj sonte si gjithmonë, ja Flogerti ish gati për shembull, Doriana, Sebastian, Marsid, që ne të flasim më shumë me heshtje. Okej. Dakord? Po. Prit, para se të fillojmë heshtjen, duhet të kujtojmë që sot jemi e mërkur, ora është 12 pa çerek, ne bashkë takohemi të premten tjetër zonja Zotrinj. Do ndjekim zhvillimet, falenderoj jashtëmase të katër të ftuarit e mi sonte, Dorianën veçanti që kishte ditëlindjen, gëzuar dhe një ditëlindje Dorian. Edhe 100. Edhe 100, flamingot që kemi këtu mes nesh. Debati ishte i nxehtë sot, shpresoj Ledio që të jetë dëgjuar fjala e Sebastianit dhe e Flogertit dhe e Dorianës, sepse Unë jam komplet në shërbim të protestës. ka dhe mbi Po vendosi. bërë antiheroj, glorifikoj herojt që kam përballë. Faleminderit. E vetmja pyetje, Je i mirë pritur. Po, shërbim qytetarëve, futun politik pra se na çmend. e vetmja pyetje, Shikot, shërbim qytetarëve. I kanë gazetarë aty, shërbim Njësia qytetarëve. më e rëndësishme- Shërbim vetë njësia më e Ne rëndësishme- rrogën i shtëpi. Hajde tani futun politik se plasëm. Njësia më e rëndësishme Po, për çana ti? gazetarin është qytetari. Bravo. Njësia më e rëndësishme për politikanin është qytetari. Bravo. Kështu që unë si gazetar jam në shërbim të qytetarit. Bravo. Interesi privat është shumë gjë e rëndësishme. dhe s'ka nevojë më për debat. Unë do thoshe vetëm këtë gjë. Një pyetje mbetet, sipas këndvështrimit tim modest, me ai sa na ka mësuar jeta ne. Një pyetje mbetet. A do hy Spaku në lojë, po apo jo? Po. Nëse po, kur? Nëse jo, Po, këtë fundjavë. pastaj produkti është i panjohur. Ose të premten ose të hënën. Kush Spaku loj. Spaku. Ti e thua kot, është dëshirë. Gjë po të them kam informacion Shikoj si që lider politik. po të premten o të hënën. Dhe e thua këtë informacion në orën 12 pa 10 që mbaron emisionin. Po. Është në shërbim qytetarëve prandaj, kur kanë fjetë gjithë e jep Po lajm. ju njerëz janë bllokuar. protestë, nuk po fle njeri. Jo, unë po të them që Spaku, Nuk po brenda njeri për këtyre atë punë. 5 ditëve, pritet bëj një lëvizje. Një lëvizje në drejtim të kujt vlla, se këtu Spaku nuk do përbëm me lajm. I lëvizje do përkthehet si lëvizje politike. po- Zyrtar lart, mo, zyrtar poshtë, jo, këtu bëhet vetëm fjalë për një njerëz zotëri. Protesta dhe qytetarët në të shumtën e vet do ta cilësojnë si një lëvizje politike që Spaku mund të jetë duke i ndihmuar. Ajo është procedurë. Por E thanë ata sot. Impakti është publik. impakti Ka është interes. Për mua këtu do merret vesh produkti. Qofse hyn Spaku Nëse në do lojë ishin apo jo. tash në shesh, njerëzit aty janë duke e bërtitur zjoni nga gjumi, meqenëse nuk po flen njerëzit gjumë, se është protesta që po i zjon nga gjumi gjithë nëpër qytet, se vazhdojnë ato. Kjo është pjesa No, kemi- emocionale. Edhe gjithë mos i zdojnë, se kemi edhe kalamajt smur që Flok. zgjohen. Kjo është pjesa Qerallak, emocionale. domethënë. Ne këtu në studio, Në revolucion ne ka këtu në dhe studio, kështu duke sakrificë. qenë se s'kemi asgjë në dorë, thjesht përdorim logjikën. Po, Pjesa emocionale, Doriana, unë vi nga protesta, na falni Dili për zona. emocionalitetin, po. jo, ti janë shumë rregull, ta kanë vënë na lejo dhe ne që Po. të projektojmë pak më shumë, të projektojmë në të ardhmen. Okej. Kjo është ideja, mos shoj vetëm sot, se po ma vetëm sot. Po, unë them me ardhmja është zgjidhja është aty tek ai shesh aty. Për mua- Duhen dëgjuar ato njerëz që po Për kërkojnë. mua e ardhmja, di kush është? Kto janë ardhmja? Për mua e ardhmja, di kush është? Qofse rritet numri, çdo ditë më shumë. Po, dhe ajo ka ardhur në ri, po. shtemi. Dhe numri të rritet gjithmonë më shumë, duhet të arrijë një moment që të bllokojë nyjet kryesore në Shqipëri. Atëre bie çdo qeveri. Pra qofse bllokohen nyjet kryesore në Shqipëri, pra të jetë popullaq i madh, atëre jo Rama, po Neroni të kthehet prap, siç tha Marsidi, nuk ka çfarë bën. Po aman, po ngelin në këto numra, të bëjnë atë lollolon atje që flasin, që për mua duhet hequr. Janë aq të bukur pa forur se di se pse duhet flasin. Nuk ka rëndësi. Sirimi në shenjë se protestave të tjera. Është ajo. budallik, është një budallik i Po çdo papar. protestë, Është një në shit fakt. çmenduri. Inshallah nuk i fik Është një- Rama këta vlla. Prit. Dhe pastaj një marshimi që është po aq i bukur, që mbaron në orën 12. Një, do ketë mbaruar tani se kemi më agjendë që na dërgon imazhe. Jo, vazhdojnë edhe po. Unë them që nëse s'ka Spak në lojë, Ramën e ke akoma deri në 2040-ën. Po, edhe unë kam besim që Spaku Ke do futet. harruar diçka. Po s'u t'ja japi Rama nesër, zgjedhjet parakoshme. Me këtë sistem. Po pra, dhe prapë unë them, Do merremi nesër. Spaku do bëjnë një gjë apo jo? Spaku do bëjnë një gjë, me që ato fuqit nga mbrapa. Fuqit nga mbrapa pra thashun. Duam vlla, Po pra, po tani, Po te thosh kjo ato fuqi pjesë, dhe pengojnë Ramën, mendojnë dhe këta zotrinj përballë që ka fuqi nga mbrapa. Kurse te kjo tjetra, kur unë them kamerat rrinë vetëm te mikrofoni, s'ka fuqi nga mbrapa. Kujdes. Unë them loja është më e madhe, mos u mbete me këto Në cicmice. emocion, Po na në jep emocion. një O, se filloi emisioni prap. Krolo Luciferi, se duhet të respektojmë dhe ata që kanë përpyetje atje. Përgjigje s'kemi kohë. Krolo Luciferi, çfarë emër është të mëshëm vënë ai.
Ama më na vini se emra më thjesht, më për Krollo, Luciferi. Thuaj, shesh, Luciferi, është mi bukur Luciferi. Krollo për çfarë duhet? Samsoni ishte ai personazhi në Bibël ku kishte fuqi të mbi natyrshme dhe i vinin nga flokët e gjata thotë. Samsoni jon është ullac, se dhe ka lënë përgjysëm Krollo. Çani si mendon, mund të krijohet republikë e re ku asnjë që ka qenë deputet o ministër, zëvendës ministër të mund të rikandidohet, i shporin këto mostra? Mos u bëni kaq idealist pak, nuk ekziston, duhet të jeni pak më me kënd tokë. Kush e fiton? Ore, mos më bllokua kjo. Nga që është shumë e madhe, nga që kanë shumë mesazhe. Kush e fiton botrorin thot Arderi. Arderi me 2 r. Kush e fiton botrorin? Të lutem mos përkthej sebi anglisht sepse nuk është mirë në përkthim. Dakord? Klevisi thot pyetje për panelin Fagëziu ka marrë guximin sot të marrë protagonizmin Faqeziu do të jetë. Dhe ju në protesta, mendoni që koha hipokritëve ka marrë fund? Kush është Faqeziu? Google Pixel, përshëndetje zoti Çani, ka ardhur koha të heqësh manekinat nga studio, më duket dhe të kthesh njerëzit. Haroje plak. Unë jam diktatori i keq, nuk dua fare dialog, dua vetëm monolog. Elvira, Çani përshëndetje, a mendon strategjia e Ramës për të publikuar video të tij teksa bën gestikulacione apo imitimet personazheve publike duke nxitur në publik debate mbi shëndetin e tij mendor, është thjesht një tentativë e lodhur për të rikthyer vëmendjen e publikut të tij dhe virtualitetin gjithashtu, duke të rrequr kështu vëmendjen nga protesta sado pak, po e tham të gjë Elvira, ndoshta e bën dhe për atë. Gjergji thot pyetje Flogertin, mund të jetë agjentura keniane që shkaktoi protestat? Thot Gjergji. Eksploruesi thot Çani jashtë. Gjergjit, dilo Gjergj dhe mbroje krujën kur është nevoja, jo kur digjet zvërneci. Eksploruesi thot Çani, është e vërtet që futën e këtë pilinç me avrin, po këtë pilinçin që e përdor ky Rama, mos sa e. Ja, ky Rama këto bomba. Kanë nxjerr pilinçin e shkret dhe kanë bërë të pilinçin cop. Po me drejtimin e protestës, flamingot po çizohen këtë ditë shafshete. Se vetëm ai Rama mund të bëjë këto gjëra mërsit. Që kap kështu njerëz edhe i përdor dhe i ka se thash i shef si vepra arti pra. Aty ka vetëm regjizura më burr. Se besoj njeri. Dërsaku Sweden, po Çani pyetje çuna dhe gocën aty në panel, a janë okay nëse vendosin Samsonin kryeministër dhe legalizojnë korrupsionin të paktën çdo vjetin në çefta si Rama me shok? Do ta bëjmë në sy thot. Erlindi, mi mbrëma Çani, mundemi të pyesim të ftuarit se retorika Shqipëria e re thot. Përse përdoret shpesh herë kur ne si shtetas të vendit bekuar e dim shumë mirë që Shqipëria e re, që Shqipëria nuk është as e vjetër apo e re, është vetëm një Shqipëri e bekuar nga Zoti. Fakt e çuditshme, kjo Shqipëria e re ka një konotacion majtistë të papara, nuk e di se pse. E re pra ka rinin aty, për ne është e re. Kujton dhe atë pra se. Kujton dhe kjo Ai Shqipëria e re. brezit që ka jetuar komunizëm, ky brez nuk e njeh fare atë koncept. Ai brez mirë është që Ata kam vënë se janë të rinj vetë. Është i bëj për vetë këtë brezin tjetër me. Edhe Basha tha Republikë e re. Vazhdoj me këtë muhabet, ne vazhdon e marrim komunizmin dhe 40 vite në vazhdim. Janë pa fund mesazhet. Do të mund të na ndriçosh. Jo. Pse thot Filan Fistegu, është aq i ndyrë se ja vlen të mbështesësh Ramën, në të kundërt mendoj se intrigat nuk ndihmojnë. Po, ke të drejtë. Qofse del ai, Kush ai? është një tip që se them do të emrin Dreqin Moraman, se do marrin familjarët e vetë, do më çmendin pse ne përmend djalin goja Moraman, shumë ka gjetë belaja. Janë se personazhe të tmeshëm dhe sikur kjo të pillte këta lloj njerëzish, do dilë do mbështesja Ramën. Realisht ta them, ë? Unë ditë të them që Shqipëria Unë uroj që mos pjell disa tipat neveritshëm, ë? Shqipëria pas kësaj nuk është më e njëjta, ne nuk bëjmë pas. Dua të di produktin. Po shkruhet historia. Do dua të di produktin. Dhe nisja është shumë e bukur. Tash ta shohim. Do vëlla ikën Rama, Shqipëria bëhet e madhe. Duket korrupsioni, edhe kaq o vëlla. Kjo kërkon sigurisht. Unë do shoh njeriu, për mua shumë dëmet që janë shkaktuar janë shumë mëdhaja dhe ka. Njeriu që i bën gjitha këto një emër ka, ti e di, po se thua dot. Pastaj këto, unë besoj ke fuqia e shoqërisë, pastaj individët aty brenda do ta bëjnë gjithë Shqipërinë, nuk është që të bëjë një njeri. Kulti i individit dhe i konceptit të bjerit, me këtë protestë bie. Kulti i individit, po. Dakor. Ora është 12:05. Kemi kaluar sot çdo limit, ose lito si e. Se të parë që bie fytyrën kështu je lodhur në Afrika. Gjina, Selido është kameramanimi preferuar, është i lezetshëm shumë. Në fakt si ato Selido e ka të ngjashëm. Çuni pa parë. Jemi rregullueshëm. Falenderoj Selidon dhe kolegët e tij që kam rreth rrotullt, që ndonjë kaq shumë me mua ju kërkojnë ndjes.
për të vonesë, sepse në fundit shkusur kanë, po ja që janë ditë speciale, kanë pasakonta dhe jemi detyruar që ne të vazhdojmë për te orarit zakonshëm. Kapitalizmi është i egër, kanë drejt këta. Kapitalizmi është i egër. Kushta? Dhe pa rregull. Ne flamingët. Majtët. Folë më shumë sot dhe bërtitëm, Marsit, please. Folë më shumë dhe bërtitëm, në përjashtim Marsitit që ishte më i qeti sot. Shtanë si vinë. Duket, filozofia ndihmon nga ndonjëherë. Më i zgjuar ish më i qeti. Kur të gjithë bërtasin, filozofi na mëson që duhet të heshtin. A mund ta mbyllim me heshtje Doriana? Të falenderoj edhe një herë që më erdhe. Robert, Seb, Marsid. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. La vita continua. Un uomo diventa importante, ci